Sipas ligjit, çdo ndërtim me leje në Prishtinë duhet të mbikëqyrët nga inspektorët e ndërtimit. Shikues të nderuar, brenda 2 ditëve në Prishtinë janë shembur 2 hapësira ku po ndërtohen objekte të larta. Në njërin prej tyre ka vdekur një punëtor, ndërsa në objektin tjetër ka pasur dëm materiale, por nuk ka të lënduar. Kjo nuk është hera parë që në Prishtinë kemi rreshitje të dhautë dhe shembje të hapësirave përreth zonave ku po ndërtohen objekte shumëkatëshe. Ndërtuesit e banesave në disa raste është konstatuar se nuk i respektojnë kërkesa ligjore për të siguruar zonën e ndërtimit. Por ju shpjegojmë thjesht për të kuptuar se çka duhet të ndodhë në këto situata. Kur ndërtuesit aplikojnë për të marrë lejen e ndërtimit, ata duhet t'i dëshmojnë komunës edhe planin se si do të zhvillohet ndërtimi. Në këtë plan hyn edhe siguria e zonës dhe parandalimi i rreshitjes së dhautë, apo shembjes së parcelave përreth. Në zonat urbane, siç është Prishtina, ku ndërtimet duhet të shkojnë disa kate nën tokë, siguria e vendpunishtes kryhet me pilota apo rrethojë e beton armes, e cila futet disa dhjetra metra nën tokë dhe parandalon rreshitjen e dhautë. Ky proces për një objekt ndërtimi kushton nga 200 deri në 500.000 euro, varësisht thellësisë dhe hapësirës ku të zhvillohet ndërtimi. Por sinjalizues të Kallzo.com na kanë treguar se kompanitë nuk e përmbushin këtë obligim dhe kështu përfitojnë qindra mijëra euro në fazën e parë të ndërtimit. Sipas ligjit, çdo ndërtim me leje në Prishtinë duhet të mbikëqyrët nga inspektorët e ndërtimit. Këta zyrtarë punojnë në drejtorinë që deri para disa ditësh është udhëhequr nga Florent Dushi, ndërsa sot udhëhiqet nga Bekim Bestrovci. Sipas ligjit, në çdo projekt ndërtues ku nuk respektohen këto standarde, komuna duhet të vendosë shiritat dhe të ndalojë punimet. 2 shembjet që kanë ndodhur janë për shkak se zona nuk ishte siguruar sipas standardeve, ndërsa aty nuk ka pasur shirita të vendosur nga komuna, por punimet ishin duke vazhduar në ditët kur ndodhen incidentet. Do nisim rrugtimin ton për të kuptuar nëse në këto 2 hapësira komuna kishte kryer inspektime dhe nëse inspektorati i ndërtimit e kishte kryer punën sipas ligjit.